Mbas gati 3 muajsh nga fillimi I konfliktit me Iranin, presidenti amerikan Donald Trump është faqur optimist për mundësinë e një marrëveshje me Iranin. I pyetur nga gazetarët, presidenti deklaroi se Washingtoni është I gatshëm për negociata me Teheranin. Ai theksoi se të dyja vendet ndodhen në vijë ndarëse mes arritjes së një marrëveshje dhe opsionit të rifillimit të luftës. Megjithatë, presidenti shtoi se nëse Teherani nuk pranon kushtet e vendosura prej SHBA-ve, mund të ketë zhvillime të menjëhershme. Presidenti shtoi se ka ndërmend t'i lërë Iranit edhe disa ditë përpara se të përgjigjet për propozimin e fundit të ndërmjetësuar. Kujtojmë se një armpushim fillestar I përkohshëm filloi më datën 8 prill, vetëm 6 javë mbas fillimit të luftës, por një marrëveshje paqeje e qëndrueshme mes të dyja vendeve nuk është arritur ende. Ndërkohë, bëhet e ditur se presidenti amerikan do të marrë pjesë në samitin e G7-s, I cili do të zhvillohet në datat 15 dhe 17 qershor në juglindje të Francës. Në samit do të marrin pjesë vendet me ekonomitë më të zhvilluara në botë, konkretisht Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe SHBA-ja, si dhe Bashkimi Evropian, I cili është gjithashtu antar.